Qindra të rinj ndjevin flamurin e Serbisë përpara ambasadës në Tiranë. Me thirrjet Kosova është Shqipëri dhe Shqipëri etnike, ata protestuan kundër asaj që ndodhi në stadiumin e Gjenovas me ultranacionalistët serb. Ndërkaq Italia arrestoi tifozët e Trazirave, ndërsa Beogradi zyrtar kërkon ndjes. Qindra të rinj të grumbulluar para ambasadës serbe kanë ndjekur flamurin e këtij vendi në shenjë revolte për atë që ndodhi në stadiumin e Gjenovas. Duke drejtuar thirrje drejt ambasadës, të rinjt mbanin në duar sloganin me mbishkrimin Kosova është Shqipëri dhe Shqipëria etnike. Një kundërpërgjigje kjo ndaj sloganit të ultranacionalistëve serb, Kosova është Serbi, para ndeshjes në Itali. Forcat të shumta policie kanë mbajtur në ndëshkim protestuesit, të cilët janë shpërndarë pa shkaktuar asnjë incident. Reagimi vjen pas ndeshjes së të martës Itali-Serbi, ku ultranacionalist serb dhe tifoz fanatik kanë ndjekur flamurin shqiptar, duke çuar në ndërprerjen e ndeshjes dhe në akte të shumta dhune në të gjithë qytetin e Gjenovas. Ngjarja ka lënë një shije të hidhur tek të gjithë shqiptarët, duke qenë se bëhej fjalë thjesht për një ndeshje futbolli. Për ngjarjen nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar, qoftë ky palë shqiptare apo asaj serbe, për të kërkuar falje për këtë gjest. Ministri i Jashtëm serb i kërkon ndjes Italisë për trazirat e shkaktuara, por jo Shqipërisë për ndjekjen e flamurit.